Shumë prej jush, pa drejtësisht, jeni detyruar të regjistroheni si shtetas të Serbisë në dokumentacionin gjerman, pas më shumë se 17 vjetëve, është arritur zgjidhja me autoritetet përkatëse gjermane lidhur me çështjen e regjistrimit të shtetasve të Kosovës. Shumë prej jush, pa drejtësisht, jeni detyruar të regjistroheni si shtetas të Serbisë në dokumentacionin gjerman, një gjë që nga sot nuk do të përsëritet më. Dua të shpreh mirënjohjen e thellë për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e cila ka punuar me përkushtim për të negociuar dhe siguruar këtë ndryshim të rëndësishëm e aq nevojshëm. Fal angazhimit të tyre me Kancelarinë Federale të Gjermanisë dhe Ministritë përkatëse, tani është miratuar një udhëzim që siguron që të gjithë qytetarët e Kosovës të regjistrohen vetëm si shtetas të Republikës Kosovës. Ky ndryshim ka hyrë në fuqi në të gjitha landet gjermane dhe mbi 5200 qendra të regjistrit civil. Andaj, të nderuar bashkëdhëtarë tanë në Gjermani, ju bëjmë thirrje që të verifikoni dhe nëse është e nevojshme të korrigjoni regjistrimin e shtetësisë në dokumentet tuaja.